Një grup emigrantësh prej kontingjentit prej 40 personash, të cilët kanë mbërritur që prej ditës së premte në kampin e Xhadrit në Lezhë, kanë tentuar të kryejnë veprime të dhunshme brenda kësaj strukture, duke detyruar autoritetet që të shtojnë masat e sigurisë në kampin e Xhadrit. Si pasojë e këtij incidenti, autoritetet italiane dhe shqiptare kanë reaguar menjëherë duke shtuar masat e sigurisë në kamp. Burime zyrtare bëjnë me dje se disa prej personave të përfshirë në incident janë vendosur në izolim dhe po mbahen në monitorim të rrept. Strukturat përkatëse po hetojnë shkaqe dhe rrethanat e kësaj ngjarje, ndërsa theksohet se situata aktualisht është nën kontroll dhe nuk është cënuar siguria brenda kësaj strukture. Grupi prej 40 emigrantësh me urdhër dëbimi nga Italia, persona problematik dhe me precedent penal, mbërriten me pranga në duar në kampin e Xhadrit me 11 prill. Në bazë të një dekreti të qeverisë Meloni, Xhadri do përdoret edhe për ndalimin e emigrantëve që presin dëbimin dhe që nuk kanë më të drejtë për azil. Afati maksimal i qëndrimit në qendrën e Xhadrit do të jetë 18 muaj, derisa vendet e tyre të origjinës të pranojnë kthimin e tyre. Fillimisht kampi i Xhadrit ishte konceptuar për të strehuar përkohësisht azilkërkuesit e shpëtuar në det nga anijet italiane për një periudhë deri në 28 ditë, por me dekretin e ri ajo do shërbejë edhe si qendër ndalimi për emigrantët që nuk kanë më të drejtë azili dhe janë në pritje të kthimit në vendet e tyre. Ky është kontingjenti i katërt i emigrantëve që mbërrin në Shqipëri përmes portit të Shëngjinit. Në 3 rastet e para, emigrantët azilkërkues të kapur në det u rikthyen në Itali, pasi ndalimi i tyre u konsiderua i paligjshëm nga gjykatat italiane, duke detyruar qeverinë Meloni që të miratojë një dekret të ri që kampi i Xhadrit, në cilën janë investuar miliona euro, të bëhet funksional.